Transmetohet për Imam Sadikut, paqja e Allahut qoftë mbi të, që ai të ketë thënë kështu: ai që i ofron vëllait të tij musliman një ndihmë gjatë kohës ku frymëmarrja e tij është e trazuar prej frikës e hutisë dhe e ndihmon atë të zgjedh hallin që ka, Allahu i madhëruar do të dërgojë për të 72 mëshira. Allahu i kthen ato mëshira në një të vetme dhe i përmbush besimtarit nëpërmjet saj nevojat e kësaj bote, dhe 72 të tjera i ruan për hallet e mëdha të botës tjetër. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka nxitur vazhdimisht ndihmesen e shtresave në nevojë për hatër të Allahut të madhëruar, ashtu siç e kemi parë të përmendur në transmetimet e mësipërme. Ai vijon dhe thot gjithashtu se të gjithë njerëzit duhet të vihen në ndihmë të shtresave të ndryshme të popullatës. Më konkretisht, lidhur me këtë, Imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot kështu: është detyrë madhore e të gjithë atyre që munden që të punojnë për hatër të Allahut të madhëruar dhe të ndihmojnë njerëzit në nevojë. Nuk ka dyshim se në këtë përpjekje gjendet e mira e tyre për këtë botë dhe për botën tjetër.